Mbrëma miq Prizmës. Sigurisht në kohën kur skandalet Spaku, tribunali i tij, maggioranza, opozita ka një konvulsion të jashtëzakonshëm para këtij viti të ri, para Krishtlindjeve të vitit të ri. Edhe pjesa e analizës e opinionit është e tillë, por nëse merren shumë me balluken, kanë humbur atë që me të vërtetë është një nga skandalet më të mëdha që është Aksi, është Ergysi, Agasi, dhe që janë shumë elementë tjerë të cilët me ato drejtoreshat e me ato që sigurisht është një nga skandalet më të mëdha, është shumë më i rëndësishëm se sa vetë edhe administrimi Belinda Ballukut, dhe shumë marrëzive, gënjeshtrave që dalin. Ajo që desha t'ju them unë është një nga fazat fantastike të cilat bazohet opozita, duke dashur të bisedoj me te. Duhet patjetër të jepet një rëndësi jashtëzakonshme Aksit. Është një nga skandalet të cilat i bëjnë dëm të madh Shqipërisë, dëm të jashtëzakonshëm administrimit. Ajo që mund të themi deri tani është se këtu shikohet qartë edhe dobësia e madhe e kullojse e makaronave. Është një dëm i jashtëzakonshëm që i bëhet shtetit, administrimit, marrëzisë e emërimeve, etj. Por tjetra që duhet të them është që shpesh prej këtyre elementeve që ne mësojmë janë serviruara nga birni. Dhe një pjesë e gazetarëve marrin të dhënat nga birni, dhe një pjesë e politikës, sidomos Partia Demokratike, i merr të dhënat nga birn. Çfarë është birn? Birn është dora e zgjatur, mediatike, dhe mas saj fshihet edhe dora politike e Fondacionit Soros. Më kuptoni, miqtë e mi? Birn është pjesë e rëndësishme, mediatike, korporat mediatike, portalizëm i shpërhapur mediatik, shtyllë mediatike e Fondacionit Soros. Dhe kjo dika dhe pjesët e hetimeve. Penetroka deri ke Sorosi i madh, i cili pastaj penetroka dhe në akuzë, penetroka edhe në SPAK. Dhe kjo jep njoftime, dhe sigurisht e marrin pastaj News 24 i pari, të gjithë Partia Demokratike, të gjithë akuzat e Partisë Demokratike, Sali Berishës, Bardhit, edhe të elementet tjera atje, të gjithë to 300 apartamente, jahte, kaq miliona dalin nga birni. Dhe birni është i Fondacionit Soros. Dhe teorikisht, me Fondacionin Soros e ka mirë Edi Rama, dhe praktikisht birni sulmon në mënyrën më të ashpër Edi Rama dhe qeverinë e tij, dhe me akuzat e dokumenteve që nxjerr birn, akuzon Sali Berisha, Partia Demokratike, qeverisjen e Edi Ramës. Miqtë e mia, kuptoni se çfarë ndodh në këtë vend. Çfarë politike bëhet në këtë vend. Çfarë marrëzie e jashtëzakonshme politike, mediatike, pushtetërore dhe pushtetmbajtëse, opozitare dhe pushtetmbajtëse në opozitë luhet në këtë vend. Birni, numër 1 i mbështetjes mediatike dhe politike i Fondacionit Soros, i cili nxjerr të dhënat për korrupsionin e qeverinë e Edi Ramës, dhe këto të dhëna merren nga Sali Berisha dhe të tjerët dhe i serviren popullit për të besuar se kush është ky korrupsion. Më kuptoni se ku shkon puna, dhe Sali Berisha bashkë me të tjerët akuzon Sorosin edhe shpall non grata, dhe njëkohësisht të gjithë elementet e tjerë që kanë të bëjnë me Sorosin si non grata, që kanë ndihmuar Edi Ramën dhe pushtetin e tij korruptiv në Shqipëri. Dhe të dhënat i marrin nga birni, i cili është llogoria numër 1 e Fondacionit Soros. I paguar nga Fondacioni Soros. Gazetarët paguhen nga Fondacioni Soros, nga Alex Sorosi dhe nga Sorosi Plaku, dhe që sigurisht nxjerrin të dhënat që i marrin nga SPAKu. Dosjeve që më përpara i ka birni se i kanë avokatët. Më përpara, se sa i akuzuar i vetë, ose akuzuara,
I ka birni. Ai I shpërndan, I editojnë gjithë të portalet, qoftë qeveritar, qoftë anti-qeveritar, siç është News 24, që ka konflikt interesi me qeverinë. Dhe që sigurisht, I merr pastaj Sali Berisha dhe tjetër për të servirur në popull, për të bërë shkatërimin politik, demulimin politik të majorancës. Po njëkohësisht për të dalë edhe të dhënat që me të vërtetë janë pjesë e korrupsionit. Nuk them se një pjesë aty të dhënave nuk janë pjesë e korrupsionit. Po ju them edhe një herë, akshi është një nga marrëzirat më të mëdha që mund t'i kenë ndodhur një shteti. I ka ndodhur shtetit që kryeministri është Edi Rama. Dhe çfarë të keqe ka? Sigurisht I duhen nxjerrë, sigurisht I duhen dalë. Edhe sigurisht I duhen marrë masat sepse nuk funksionon më kështu. Nuk funksionon me kësi pasarelash, me kësi drejtoreshash, të cilat sigurisht pastaj shkatërrojnë çdo lloj institucioni. Çfarë të japësh në dorë këtyre lloj drejtoreshave shkatërrojnë institucionet kudo që shkojnë. Këto soi top modelesh të cilët edhe top modelesh mrapa, të cilët s'kan as moral, as pudor politik, as ekonomik, as financiar, as patriotik, as kur gjë fare. Por ama I nxjerr birni. Dhe birni si Sorosit, dhe me fjalët e birnit edhe të Sorosit, bazohet opozita, Sali Berisha dhe tjetë për të akuzuar qeverinë. E kuptuan? E morët vesh se çfarë duhet të them? Dhe kjo është e vërteta, kështu është e vërteta. Kurse për sa I përket protestës së Sali Berishës. Gjithë ata që kanë dy paramend e dinin që është një llogore e humbur betejet. Se është një njeri I cili do të thotë marrëzirat më të mëdha për ta besuar ata që ka përpara. Dhe ata që ka përpara janë njerëz të humbur në pikërisht këto lloj llogore të Sali Berishës. Janë aprofitatorët që rrinin aty rresht parë, duke fituar nga Fatmir me dy ose ai Gjerkmarkë, e Gjingjonat, edhe një pjesë e partisë, pak më larg ose ky Bardhe që mate fjalimet e famshme të tjetë, I cili s'dihet se me kë punon, Mulnoka edhe këta tjerët edhe ma ne më larg I çik Tabakja edhe element aprofitator të cilët sigurisht duan listën, duan që Sali Berisha t'i fusin listën e Partisë Demokratike. Kurse tjerët janë pastaj njerëz që besojnë gjithë marrëzirat edhe gjithë birën leqet e Sali Berishës, që sigurisht se ka problem fare që ti shumë fisoj. Nëse janë 3 apartamente, nuk e ka problem t'i bëj 300. Pa dalë kërkun si shifër, pa qenë në asnjë pjesë proces verbale dhe akuze. Ku dalin jahtet, nëse ka një jahtë ai që është një pasunik, pse mos I dalin 3-4 jahte edhe kësaj ballukës, çfarë problemi ka. Dhe kur ajo nuk I përgjinjështron, ose nuk I del përpara, të gjithë e besojnë që nga e vërtet. Mbushet situata. Dhe pastaj përdorimi I turmës për të linçuar edhe Surrelin, mirë kryeministrinë edhe kuvendin, që gjuheni dhe digjeni, dhe Ik Berisha se s'rin dot është edhe plak, gati dogjen edhe veten, shqyr që ishte policia për të fitur flakët e atij që të fikur flakët se e zun flakët rrezikun, sepse me idiotizmi edhe flakët zejnë, por që pastaj thot linçimin do të shkojmë Surrel. Imagjino tash kur I thua që drejt Surrelit do të thonë që do t'i lenços, çfarë do ta vrasësh kryeministin, fëmijët, gruan, çfarë do bësh? Po ti nuk hap dot zyrët e kryeministrisë, që do hapësh atë që e ka si bunker Edi Rama. Dhe për shkuar deri në Surrel do t'i kalosh një 400 kthesa. Janë marrëzirat e tij, që thonë të tentativa është që të fillojë inati deri në atë pikë sa të linçohet kryeministri. Edhe sigurisht jep edhe sinjale. Në sinjali se sa të marrën flamurin dorë, ju gjuani ato molotovët. Gjuani nisni flak. Një protestë e cila dije se si do përfundonte dhe dije se si përfundojnë tashmë protestat. Kishte më shumë njerëz, po. Kishte gjithë protestat që ka bërë deri tash, foltorët ishin mbledhur edhe njerëz dhe kishin ardhur. Ja ishin 5.000 vet, ja 6.000 vet. Për çfarë kauzat? Gjithë kauzat e humbura të Sali Berishës. Janë kauzat e humbura që njeriu I cili është I humbur. Është ai I humbur. Përderisa kauzat bazohen me Sali Berishën, pushtetet do të ndrohen gjithsesi me votë. Nuk mund ndrohen me forcë, nuk I ndron, nuk I lejon kërkush. S'ka rasti pushtet me forcë. Edhe nuk kanë ra me 5.000 vet, po
duhet me bë me shumë ditë edhe me qindra mijëra njerëz. Edhe nuk do t'i bëj partia, po do t'i bëj shoqëria. Po shoqëria nuk e ndjek mrapa Sali Berishën se e di që është i humbur. Është i humbur në gjitha drejtimet, është i humbur biologjikisht, është i humbur me fajet e mëdha. Shoqëria nuk mund të vlerësojë një njeri i cili akuzon për ato gjëra që i ka bërë vetë edhe më keq. Bila i ka vrarë njerëz, ka hedhur nerë fshatra, ka shkaktuar 97, ka vrarë me 21 janar, ka bërë korrupsion në rrugën e Kombit, ka shitur detin, i ka bërë të gjitha për ato që akuzon, bile i ka tejkaluar për cilat akuzon Edi Rama. Ka bërë korrupsion masiv, është i papranuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britani. Shoqëria jo nuk është kaq e marrë sa të besojë një njeri i delirant, ata e besojnë vetëm ata që kanë dëshirë për ta besuar. Ata që i shkojnë mbrapa, zakonisht janë lumpen proletariat. Ata që besojnë çdo marrëzi, çdo gënjeshtër, çdo alternativë ti njeriu i cili nuk është alternativë më e Shqipërisë. Njeriu në moshë, i cili tashmë ka vetëm një alternativë. Të bëj pensionin e vet ose të shkojnë në burg. Nuk do të bëj pensionin dhe nuk do të shkojnë në burg. Njërin prej tyre do ta bëj. Dhe ndërkohë që nuk bën asnjërin, i bën keq Shqipërisë. Sepse sigurisht mbron në mënyrë të tejskashme pushtetin e sotëm. Dhe njëkohësisht i bën shërbim atij. Dhe ata që duken sikur janë kundra pushtetit, ata aty, në fakt janë duke i shërbyer pushtetit. Me mënyrën e opozitës i bëjnë edhe me alternativën politike që janë. Ata nuk bëjnë asgjë tjetër, ndihmojnë në mënyrë të jashtëzakonshme pushtetin e sotëm. Bile edhe këtë balluken. Sepse sigurisht Edi Rama e ka vendosur, ata që e teprojnë do shkojnë në burg. Ata që tentonin të bëjnë edhe zëvendësuesin e tij, siç është Erion Velie dhe Belinda Balluku, tash janë njëri në burg dhe tjetra pranë burgut. Ata nuk mund t'ja hedhin dot Edi Rama, se ai di shumë mirë këto gjëra. Por me mësimet e Sali Berishës, sigurisht ata mendojnë se mund të jetë ndryshe. Nuk ka si të jetë ndryshe, sepse sigurisht nuk bazohet jeta te marrëzirat e një grupi njerëzish i cili sigurisht nuk ka as kokë, as këmbë, s'ka as kërcyll. Po drejtohet në mënyrë instiktive, si ameba, nga një folk bolshevik, nga një stalinist si Sali Berisha. Dakord, miqtë e mi?